Libri i Psalmeve, kapitulli 58 dhe vargjet nga 1 deri në 11. A flisni pikërisht sipas drejtësisë ju, o të fuqishëm? A gjykoni ju drejt, o bijtë të njerëzve? Në zemrën tuaj ju bluani përkundrazi të keqen, duart tuaja përhapin dhunën mbi tokë. Këta të pabes janë prishur që në barkun e nënës, këta gënjeshtar kanë marrë rrugë të keqe që në lindje. Helmi i tyre i ngjan helmit të gjarprit, janë si gjarpri helmues i shurdhër që i zë veshët e vet. Për të mos dëgjuar zërin e magjistarëve apo të atij që është i aftë të bëjë magji. O Perëndi, thyej dhëmbët e tyre në gojë, o Zot, thyej dhëmbët e luanëve. U shkrifshin si uji që rrjedh. Kur gjuan shigjetat e tij, ato u bëfshin si shigjeta pa majë. U bëfshin si kërmilli që shkrihet ndërsa po shkon, si dështimi i gruas mos pafshin diellin. Para se të nxjerrët tuaja të ndjejnë zjarrin e ferrishteve, qofshin këto të blerta apo të ndezura, ai do t'i heqë tutje si një vorbull. I drejti do të gëzohet duke parë hakmarrjen, do të lajë këmbët në gjakun e të pabesit. Dhe njerëzia do të thotë, me siguri ka një shpërblim për të drejtin, me siguri ka një Perëndi që gjykon mbi tokë. Libri i Psalmeve, kapitulli 58 dhe vargjet nga 1 deri në 11. Nëse dëshironi të shihoni dashurinë e Zotit Jezu Krisht, ju lutemi në emër të Krishtit, paqtohuni me Perëndin. Sepse Perëndia e deshi aq shumë botën, sa dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Mesia do të vuante dhe të ringjallej nga të vdekurit ditën e tretë, dhe në emër të tij do të shpallej pendim për faljen e mëkateve në të gjitha kombet. Sot, nëse e dëgjoni zërin e tij, mos i ngurtësoni zemrat tuaja. Tani është koha e pranueshme, tani është dita e shpëtimit. Zotërinj, çfarë duhet të bëj që të shpëtohem? Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh ti dhe familja jote. Nëse rrëfen me gojën tënde se Jezusi është Zot dhe beson në zemrën tënde se Perëndia e ringjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Pendohuni dhe secili prej jush le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve tuaja, dhe do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë. Nuk ka shpëtim në askën tjetër, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell të dhënë njerëzve me anë të të cilit duhet të shpëtohemi. Ka një Perëndi të vetëm dhe një ndërmjetës midis Perëndisë dhe njerëzve, njeriu Krishti Jezus. Hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e frymës së shenjtë qofshin me ju të gjithë. I vetmi Perëndi i urtë, shpëtimtarit ton, i qoftë lavdia, nderi, sundimi dhe pushteti, tani e përgjithmonë. Faleminderit dhe amen. Jehona e Agapaos. Dëshmi që ka përcejnë kufi.